Pra, për çfarë? Do t'i japi fundin, do t'i japi fundin totalisht Erion Velis apo se mund ta shtynte edhe me një aspekti juridik është shumë i rëndësishëm për sa i përket ekzistencës dhe funksionimit të shtetit. Por në rastin konkret, diskutimi juridik mua më duket fare i pa vend i pa vlerë, sepse ka kohë që Shqipëria nuk funksionon në bazë të ligjeve dhe kushtetutës, por në bazë të dëshirave momentale të kryeministrit. Sepse pyetja me të qenë gazetar, ore çfarë ndryshoi që Rama e kërkoi sot? Çfarë ndryshoi? Sepse kërkesën e ka bërë Partia Demokratike që shumë kohë më parë që mos shkonin as 6 muaj, as 3 muaj, as 2 vjet. Dhe është përsëritur kërkesa disa herë. Pse nuk u shkarkua në momentin e arrestimit? Pse nuk u shkarkua në momentin që gjykata e apelit konfirmoi masën e sigurisë arrest me burg që s'kishte më diskutime? Kush ishte zhvillimi? Nuk kishte asnjë lloj zhvillimi, por janë të gjitha ato makinacionet politike të kryeministit. Në rastin konkret, në ato çfarë ne kemi parë dhe kemi mësuar, është fakti që mes Erion Veliait në qeli dhe Edi Ramës ka pasur një luftë të vazhdueshme për sa i përket zgjidhjes së situatës në bashki. Erion Veliait i është kërkuar vazhdimisht dorëheqja nga ana e Edi Ramës, i është imponuar në mos edhe deri me kërcënime. Dhe përballë kemi një kryebashkiak të arrestuar i cili ka refuzuar, ka hezituar dhe ka arritur deri në këtë pikë. Edhe me rastin e fundit të dorëheqjes, Erion Veliaj reagonte edhe për ngacmimet mediatike. Pse nuk ka folur Erion Veliaj gjatë kësaj periudhe? Normalisht është zgjedhja e tij, mund mos flasi asnjëherë, por nuk kemi parë një reagim. Çfarë do të thotë kjo? Është ajo lufta e heshtur mes tyre dhe duke spinuar në media, nëpërmjet njerëzve të tyre, nëpërmjet mediave të tyre, kontakteve të tyre, alternativa se si do t'i kundërpërgjigjen njëri tjetrit. Sfida e parë ishte me antarët e Këshillit Bashkiak, që nuk ishin në unison të gjithë për të votuar Këshillin. Rama i bëri mbledhje në selinë e Partisë Socialiste dhe nga ana tjetër kemi edhe diskutimet që Erion Veliaj mund të kundërpërgjigjet duke çuar në gjykatë kushtetuese. Pra është gjithë një lojë politike dhe është një vendimarrje për shkak të egove të kryeministit të vendit, edhe për një motiv shumë të fortë. Shiko, ne kemi Tiranën, diskutohet që Tirana është kryeqyteti, është bashkia më e madhe dhe normalisht nuk mund të rri pa kokë. Por përveç ligjit ne kemi edhe precedentet. Erion Veliaj ka, mos gaboj sa muaj ka në shkurt. Erion Veliaj, do më thënë, është marrin prezumimin e pafajësisë, nuk ka një akuzë, është mas sigurie, u mbyllën hetimet para pak, do ulet në bankën e të akuzuarve, shumë mirë edhe mund të lirohet që gjykohet në gjendje të lirë sipas procedurës që njohin juristët dhe sipas çdo standardi. Paralel ju sjell një rast analog. Kryebashkiaku e Tropojës, Rexh Byberi, ka ndetur 11 muaj i arrestuar me mas sigurie arrest shtëpie. Pse nuk e shkarkoi Edi Rama? E vërtet. Pse nuk e shkarkoi Edi Rama? Por nxitoi për të shkarkuar Erion Veliaj. Shkarkonte Rexh Byberin. Madje për Rexh Byberin kishte edhe denoncime që thyente masën e sigurisë. Po prapë të faktuara me foto, me video, firmoste, domethënë, sepse në masën e sigurisë në arrest shtëpi ai nuk është paraqitur në zyrë, edhe nëse e ka ushtruar detyrën nga zyra, atëherë akoma dhe më e rënd për pozitat e tij. Pse nuk e shkarkoi Edi Rama Rexh Byberin? Po nxiton për të shkarkuar Erion Veliaj. Okej, është më pak e rëndësishme Tropojë, po edhe atje njerëz jetojnë. Edhe ata njerëzit atje dhe ato territorë atje duhen menaxhuar. Pra që në aspektin juridik nuk ka asnjë lloj diskutimi. Në mënyrën se si trajton Rama drejtësinë. Në qoftë se justifikon procedurën e shkarkimit, kemi raste të tjera. Kemi rastin e Fatos Tushës, kemi rastin e Lefter Rallës. Janë shkarkuar që në momentin e arrestimit, pa e marrë parasysh prezumimin e pafajësisë dhe pa marrë parasysh gjithë detajet e tjera. Vetëm rastin e Safetgjit, si dhe mos gaboj, janë shkarkuar në moment. Në qoftë se flasim për parime, në qoftë se flasim jo vetëm për pjesën juridike dhe për parime demokratike. Më fal, pse nuk shkarkon kryetarin e Bashkisë së Rrogozhinës? Është i dënuar me 1 vit burg. Vazhdon detyrën, bë karshillik, edhe pse i dënuar. Pse nuk e shkarkon kryeministri i vendit? Pra, në rastin konkret, që mos i kthehemi luftës së parë dhe përplasjes arsyet e përplasjes së tyre. Edi Rama kërkon fundin e Erion Veliaj, duke shkelur çdo ligj dhe duke shkelur edhe këto precedentet që u thash. Për hir të